Në vim të kushteve atmosferike ditës sotme dhe bazuar në informacion të mbledhur nga strukturat operacionale në terren, prefektura Shkodrës informon se situata në territorin e qarkut Shkodër është në monitorim të vazhdueshëm. Në bashkinë Shkodër regjistruar reshishjo me intensitet të lartë, ndërkohë që të gjithë kapacitetet e bashkisë janë në gatishmëri të plotë për përballimin e çdo situate të mundshme. Në bashkinë Vauides aktualisht nuk raporton reshishio. Situata paraqitet problematike në bashkinë Malësia e Madhe, ku gjatë natës janë regjistruar reshident rashiu. Në qytetin e Koplikut ka pasur prani ujë në rrugë, por situata paraqitet në përmirësim pasi uji po tërhiqet gradualisht. Në fshatin Kamic, njësia administrative qendër si pasojë e prurjeve nga Perroi that, janë evidentuar dëmtime në rrugën që kalon mbi të, duke sjellë vështirësi të përkohshme në qarkullim dhe në lidhjen Kamic-Flak. Strukturat vendore janë në ndjekje të situatës. Ndërkohë në bashkitë Fusharrës dhe Puk vjen reshishjot në Puk të shoqëruar dhe me erë të fortë, por deri në këtë momente nuk raporton problematika. Sipas raportimeve të Rruglezh, prurjet në lumen dhe parë njashtuar, por mbeten në kuotet e rrezikut për përmbytje. Nivelet e ujit në Buna, Drin, Kirë, Gjadër dhe rezervuarin Shtodër janë normale, ndërsa hidrovojët e Velipojës ndodhen në gatishmëri të plotë. Sa i përket akseve rrugore në segmentin Bok-Thet, është regjistruar dëbor në zonën qafthores dhe qarkullimi kërkon kujdes të shtuar. Në aksin Hani Hoxha Dogana Vermosh ka pasur një inertesh, por grupet e punës janë në terren dhe po kryen pastrimin. Gjithashtu në evidentuar disa ndërprerje energjisë elektrike në njësi administrative të bashkive Shkodër, Vauides dhe Fusharrës, ndërsa ekipet e OSHE-s po punojnë në terren për rikthimin e furnizimit. Për këtë i bëhet thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, të ndjekin njoftime zyrtare dhe të bashkëpunojnë me autoritetet lokale, strukturat e emergjencave civile në gatishmëri të plotë dhe situata po monitorohet në vimësi, thuhet njoftim.